i shkrerëve të UÇK-s? E kemi thonë edhe më herët, kundërshtimi ndaj kësaj padrejtësie i luftëtarëve të UÇK-s, por edhe i gjithë atyre shqiptarëve që mendojnë që po ndodh kjo padrejtësi nuk do të ndalet derisa bashkëluftarët tonë do të kthehen në shtëpitë e tyre pranë familjes tyre. Prandaj, ndoshta do të jetë fundit nëse do të kemi verdikt final tani që po presim, por nëse gjykata po e vazhdu, prapë do të më kërku kohë shtesë në këtë rast për trupin gjykues që më mor vendim, ne do të vazhdojmë prapë me aktivitetin tonë, do të thotë prapë përsëris deri në ditën kur bashkëluftarët tonë do të kthehen në shtëpitë e tyre. Si e keni pritur, zotri Sylla, si organizat dhe si e komentoni vendimin për shtyrjen e vendimit për 60 ditë që i bie diku pas datës 20 korrik edhe do të mund të arrijmë të kuptojmë se çfarë do ndodh me fatin e tyre? Në fakt nuk presim diçka të mirë nga kjo gjykatë, e kemi thënë edhe më herët, ne kemi parë që kjo gjykatë ka deviju nga misioni për çka është themeluar. Ka prej asaj gjykatës që ka provu, ju e dini, u themelu mbi bazën e raportit të Dick Martin atë kohë për kënë trafikim të organeve, i dini edhe vetë ajo. Në fakt na ka akuzë fare ky raport, nuk përmendet, kështu që çka do që vjen ka kjo gjykatë për neve nuk është e befasueshme sepse shkeljet vjen do të thotë nuk mundem me numëru sa shumë shkelje ka bëu kjo gjykatë gjatë këtij procesi, domethënë ende pa arritur në verdiktin final, prandaj çka do që vjen